Tashmë ka mbetur vetëm një muaj nga starti i Kupës së Botës 2026 dhe atmosfera rreth turneut më të madh të futbollit në planet po ndizet të çdo ditë më shumë. Rekord prej 48 ekipesh në Kupën e Botës do të thotë se edicioni i vitit 2026 do të ketë më shumë lojtarë se kurrë më parë, mbi 1000 futbollistë do të përfaqësojnë kombëtarët e tyre në turneun global të futbollit që zhvillohet në Shtetet e Bashkuara, Kanada dhe Meksik, ku çdo ekip mund të përfshijë deri në 26 lojtarë, përfshi 3 portierë. Lista paraprake është përzgjedhja e parë me nga 35 deri në 55 lojtarë, ndërsa lista përfundimtare do të përmbajë nga 23 deri në 26 futbollistë. Sipas FIFA-s, edhe pse ekipet mund t'i shpallin listat në çdo moment, ato nuk konsiderohen zyrtare derisa të konfirmohen nga FIFA me 2 qershor. Ky botror ka sjellë polemika të mëdha, por ndoshta më e madhja lidhet me kostot marramëndse për tifozat. Çmimet e biletave kanë arritur nivele rekord, duke bërë që shumë tifoz të mos kenë mundësi të ndjekin ekipet e tyre në Amerikën e Veriut. Biletat më të lira për ndeshjen hapëse të Shteteve të Bashkuara ndaj Paraguajt me 12 qershor kushtojnë tashmë mbi $1000 secila. Për sfida më të mëdha, çmimet rriten akoma më shumë, ndërsa biletat për finalen kanë shkuar deri në $32,970. Madje edhe presidenti amerikan ka ironizuar për çmimet, duke deklaruar në New York Post se asaj nuk do t'i përgjigjej. Por situata bëhet më ekstreme në tregun e rishitjes. FIFA ka krijuar një platformë ku tifozët mund të rishesin biletat me çfarëdo çmimi që dëshirojnë, ndërsa organizata merr 15% të komisionit si nga blerësi ashtu dhe nga shitësi. Disa biletat mund të rishiten dhjetra, madje qindra mijëra dollar. Një tifoz madje ka nxjerrë në shitje një bilet për finalen në tribunën më të largët të stadiumit për gati mbi $11 milion. FIFA ka mbrojtur vazhdimisht politikën e saj të çmimeve, duke theksuar se kishte ofruar bileta duke nisur nga $60 për çdo ndeshje, përfshirë finalen të rezervuara për tifozët e ekipeve përmes federatave përkatëse. Presidenti i FIFA-s deklaroi së fundmi se duhet të shohim tregun për të vendosur më pas se si do të jetë çmimi i biletave. Përveç futbollit, ka shqetësime të mëdha për sigurinë botror, po kështu ka shqetësime edhe ende ka pikpyetje nëse Irani do të jetë pjesë e këtij botrori, sepse ka pasur qëndrime të ndryshme nga kreoi i Federatës Iraniane, ku ka kërkuar siguri dhe mos diskriminim për shkak se ai vjen nga Garda Revolucionare, shpallur organizatë terroriste në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është përfolur ideja e zëvendësimit të Iranit me Italinë, që kishte dështuar të kualifikohej. Megjithatë, tashmë duket pothuajse e sigurt që Irani do të marrë pjesë normalisht në turne. Irani do të përballet me Zelandën e Re, Egjiptin dhe Belgjikën në 2 ndeshje në Los Angeles dhe një në Seattle. Natyrisht siguria mbetet ende një çështje, ndërkohë që ndalimet e udhëtimeve të vendosura nga administrata Trump kanë kufizuar hyrjen për qytetarët e 39 vendeve të ndryshme të botës.